Njohës i zhvillimeve ndërkombëtare na bashkohet sot në studio për folur për shtetin bashkimit se kënaqësi që jemi ne. Të të pyes që në nisje pro apo kundër apo është e kot? Kundër. Absolutisht kundër. Dhe për gjitha pikpyetjet tua do të pyes për pak. Alban Duraj avokat na bashkohet në lidhje të drejtë për drejtë. Falenderoj shumë që jemi ne. Faleminderit. Juridikisht për të pyetur pak edhe për statusin që ky shtet do të ketë. Pikpyetja e parë, shtet brenda shteti do duhet të ndërhyjmë në kushtetutë? Më falni, mua më drejtohet pyetja? Po, zoti Duraj, po. Patjetër që duke qenë se do duhet ndërhyrja kushtetuese, por edhe ligjore, për vetë faktin, për mënyrën se si është ndërtuar legjislacioni jonë dhe Kushtetuta është legjislacioni kryesor për cilën duhet një ndërhyrje thelbësore, sepse ne duke qenë se jemi një shtet unitar dhe kemi të shprehur në Kushtetutën tonë, që do të thotë neni 1 dhe pika 2 e këtij neni përcakton se Republika e Shqipërisë është një shtet unitar dhe i pandashëm dhe kjo është një pengesë kryesore për gjithë dinamikën apo zhvillimet që mund të pasojë edhe legjislacioni tjetër. Ne kemi nenin 2 të Kushtetutës së cili e këtij shteti, i cili sanksionon se sovraniteti i përket shqiptarëve. Që populli apo ne si shqiptar të ishim dorë nga një pjesë e sovranitetit tonë, gjithashtu kemi një kufizim edhe në nenin 3 të Kushtetutës, i cili përcakton tërësinë territoriale si bazë të shtetit. Pra, e kemi të përcaktuar në Kushtetutën tonë dhe neni 10 i Kushtetutës përcakton se shteti ynë ka një asnjësi për sa i përket fesë. Pra, kjo është një dispozit për cilën të gjitha fetë janë të lira që ta zhvillojnë aktivitetin apo besimin e tyre në vendin tonë, themelohen sipas organizatave jo fitimprurse, por shteti gjithmonë është i mësuar ka një le të themi bashkim me shtetin. Pra, këto janë ato dispozita që do duhet rryrje e kuvendit dhe natyrisht që është neni 177 i cili përcakton mënyrën se si do të zhvillohet, pra së pari duhet bërë këto ndryshime, pastaj kemi nenin 177 të Kushtetutës që përcakton që 1/5 e deputetëve duhet të bëj propozimin për sa i përket këtyre ndryshimeve dhe duhet kemi 2/3 e kuvendit që të votojë këto ndryshime. Se sa deputetët apo partitë politike do ta përfaqësojnë, do ta përqafojnë të ndryshim, ngelet në dorën e tyre, por unë jam i mendimit që ne duhet jemi kështu siç jemi për shkak edhe të kaluarës son historike, që nuk kemi pasur një lidhje petë. Kjo vjen dhe faktin sepse ne si popull jemi një popull pagan dhe pastaj për shkak të zhvillimeve historike, pushtimeve, do na duhet që të kalonim në disa pra nuk ka ndonjë afektim nga ana e feve, kështu që nëse ne do të merrnim një besim si besim ta boj për sa i përket numrit të tyre, kjo do të sillte një pabarazi me besimet e tjera. Nëse do të kishim besimin fjala vjen mysliman që në numra kryesor, por prap edhe besimtarët mysliman nuk është se janë besimtar të devotshëm apo besimtarë të cilët do duhej që të bëjë një ndryshim i tillë. Ne thjesht besimin e kemi për çështje më tepër respekti, pra besojmë në Zot si shqiptar, por është një pasuri e çmuar që kemi si popull dhe si kom, që nuk kemi asnjë lloj ndasie lidhur me besimin e çfarëdo lloj besimi, që ata nuk kemi, le të themi, nuk e shikojmë një qytetar që nuk beson si puna jonë, nuk e shikojmë me diskriminim apo të kemi një lloj tjetër papajtueshmërie. Kështu që unë personalisht jam kundër këtij ndryshimi, pra do duhet një lloj ndryshimi thelbësor, por duke qenë se tu kemi të bëjmë me ndryshimin e
të paktën minimalisht janë 4 dispozita kushtetuese, mendoj që kjo duhet të hidhet edhe në referendum. Duke qenë si Partia Socialiste e ka mazhorancën, që do të thotë nuk i bën 4 vota, po për shkak të pakënaqësive të një numri të caktuar deputetësh edhe të opozitës mundet të trafikojë vota dhe të kërkojë miratimin apo plotësimin e votave me votat e opozitës. Kështu që duhet, për mendimin tim, edhe pse nuk është e detyrueshme nga kushtetuta jonë, pra nuk e ka të detyrueshme kushtetuta nëse bën ndryshimet kushtetuese që duhet të marrë një aprovim nga ana e qytetarëve apo nga ana e votuesve shqiptar, por unë mendoj në rastin konkret nëse do të ketë një nismë të tillë ligjore, duhet të merret edhe mendimi i qytetarëve apo i popullit. E qartë. Zoti Duret, falenderoj shumë që na solli pikpamjen tënde edhe juridike mbi këtë çështje. Kam përshtypjen që shtatori do të sjellë super diskutime edhe mbi pikpyetjet e shumta për formimin e një shteti të mundshëm bektashit. Falenderoj dhe të përshëndes. Ndërkohë